Një shpërthim e lënë plas se ka ndodhur në orët e parë të mëngjesit në fshatin Rrill të Lezhës, ku në shënjisje ka qenë banesa Tom Çungut. Sipas shpërthimit janë shkaktuar dëmet e konsiderueshme në hyrjen dhe ambientin e brendshëm të shtëpisë. Sipas burimeve, shpërthimi është dëgjuar rreth orës 2:30 të natës, por banorët e zonës nuk kanë arritur të kuptojnë menjëherë se bëhej fjalë për një sesilen shpërthyese të vendosur në derën hyrëse të banesës. Policia është njoftuar rreth 4 orë më vonë nga kompania private e sigurisë që kryente ruajtjen fizike të objektit. Fatmirësisht në banesën ndërtuar së fundmi nuk jeton askush, pasi familja Çungu, prej më shumë se 20 vitesh, jeton në Itali. Shpërthimi ka shkaktuar dëmtime të shumta brenda banesës, ndërsa zona ku ndodhet shtëpia nuk është mbuluar nga kamera sigurie, duke vështirësuar hetimet. Një banor e zonës është shprehur se zhurma e shpërthimit ishte shumë e fortë dhe tronditse, por askush nuk e kishte kuptuar fillimisht se çfarë kishte ndodhur. Ishte në gjumë, edhe kur në im zhurmën në dul gjumi, u shumë, u tronditëm, u tremëm, edhe u shumë, dullum jashtë, këshyrëm se shusha koha se në dukë si me konë rofe, edhe nuk pam gjë, i fushishëm, ashtë dridh shpia në qatë mënyrë sa nuk dikuja me kalëzove. U dridh shpia, se s'po shkullet me gjitha mel nuk e ditëm. Na njofim për familjet mirë. Kanë jetu jashtë apo këtu? Kanë jetu jashtë, po na s'dim gjë fjalë të keqe kur për ta. Unë jam tash 32 vjeç që to, kam përshtypjet mira për djatin e për ata, për këtë unë kam mish. U tremëm, me thënë drejtën u tremëm se ishte tepër e fuqishme. Tepër e fuqishme, s'ditshëm kurse çka ka ndodhur. Në gjithë mjetë u mbajt mendën të rofeja. Se po në atë rënditje s'kishte mundësi, po për këtu s'na shkoj mendja. Nga hetimet paraprake nuk rezulton që familja Çungut të ketë pasur konflikte apo probleme të njohura, ndërsa motivet e vendosjes së rëndës shpërthyese mbeten ende të paqarta.